vrasja e të miturve, një tragjedi e paralajmëruar, një kronikë një vdekjet e një vrasje të paralajmëruar, si thotë Gabriel Marquez në një vepër të tij. Kjo ngjarje ka 2 fëmijë që kanë humbur jetën dhe një tjetër që është i plagosur rend, që ndoshta po shpëton për fat të mirë. Nga përplasja thamë me një person të dheur, Nikol Radaci, i cili dhe gjithmonë media e shfaqja të vazhdimisht edhe me një gotë të madhe pije për para, të gjithë një njeri që duke të sytë, të veshët, të hunda, të gjithë shka, i dheur. Dhe i kapur në rastet të tilla dhe më përpara, si që do flasim, ngjarja tëmë ka shkaktuar troditje të thellë në opinionin publik. Zoti Hoxha, mund na jepni disa detaje nga ngjarja dhe për autorin i cili njihet, megjithëse njerëzit e dinë, janë bërë me dije për këtë punë, disa detaje për këtë person si njeri që njihet si person shumë problematik, një kriminal. Ngjarja shumë e rëndë dhe është vërtet një ngjarje që të lë pa fjalë, por më tepër shkak të bilancit që ka. Dhe më rrethanat në cilat ka ndodhur ngjarje. Janë 3 fëmijë duke luajtur në trotuar, në rrugicën e lagjes, ku dhe hapësira, domethënë në ato rrugicë, sidomos në zonën e Ishkënetës, nuk të jep mundësinë që të drejtosh një mjet me shpejtësi të madhe. Nuk ke mundësi edhe të duash të japësh shpejtësi, nuk ke mundësi ta drejtosh. Gjithsesi, së pari ngushëllime për familjen që ka humbur 2 fëmijët. Urojmë që fëmija i tretë ti mbjetoj kësaj ngjarje. Besoj ajo skena, mjafton vetëm një foto aty dhe jo gjë tjetër për të kuptuar se çka ka ndodhur. Foton e autorit jepeni vazhdimisht një te aty pianeci kriminal. Shiko, makina gjendet e hipur në trotuar. Ja, ky personazh. Makina fytyrë ka dhe i dheur është aty, shikoj. Më thash makina gjendet e hipur në trotuar. Fëmijët në mungesë se s'kan dhe ku të luajnë atje. S'ka ku të luajnë. Janë goditur në ato rrethana. Shpejtësia me cilën drejtuesi i mjetit ka qenë duke manevruar, ka qenë jashtëzakonisht e madhe dhe të gjithë automjeti ka qenë jashtë kontrollit, sepse sasia e alkoolit që ai kishte konsumuar në bazë të ekspertizës që ka bërë policia është në gradën gati 0.7 miligram për litër. Pra është një përqindje jashtëzakonisht e madhe, duke që ka qenë krejt i jashtë kontrollit. Ajo që e bën dhe më trishtueshme gjendjen, sepse shkojmë tek pjesa që si është e mundur që këta lloj personazhesh, ky më tepër i kishte vënë dhe nofkën vetes atje Bisha dhe njihej me këtë, i pëlqente ta thrisin Bisha. Nuk e di pse. Në një vit si ky sonte vetë këtë fjalën Bisha, po e pëlqente ta quanin Bisha dhe pastaj e quanin Bisha. Ky është një vit që ka nisur që në 1 janar me 3 të vdekur në aksidentet. Pra që në mesnator të para të vitit 3 ka nisur ster. Dhe rasti i fundit është një rast që gjithë njerëzit bëjnë pyetje ore. A ka mundësi te ky rast ishte shmangur? A mund të ishin shpëtuar ata 2 fëmijët që humbën jetën atje? A mund të ishte shpëtuar kjo tragjedi në këtë situatë që jemi? Në fakt, e gjithë po të shikosh CV-ja që ka personi, dhe shkeljet që e ka ishin shkel si rregull të kodit rrugor. Përveç është njëri problematik atje në lagje, ka patur konflikte, pra në zonën ku banonte, njëri gati alkoolizuar, se për shkak të kësaj i vinin edhe konflikte që kishte me fqinjët. Por, ai ka qenë një shkelës permanent i kodit rrugor. Dhe si është e mundur që ky ka mbijetuar dhe është lejuar të vazhdojë të drejtojë të jetë një kërcënim në rrugët e qytetit, derisa ndodhi kjo ngjarje, se mund të bënte ndonjë hata më të madhe se ajo që ka bërë. Pra, është njëri që të paktën në 3 raste policia e qarkullimit rrugor i ka hequr 1 muaj patentën. E ka gjetur me shkelje të rënda. Minimalisht duhet të dënonte nga 8 deri në 18 muaj, duhet t'ia hiqte patentën fare. Siç ndodh në Shqipëri, ka ndërhyrë diku miku, diku leku, është i hequr patenta vetëm për 1 muaj, ju hoq për herë të parë, ju hoq për herë të dytë, ju hoq për herë të tretë, po nga 1 muaj. Po si është e mundur kur ti e shikon të njëjtin njeri bëj fragment të shkurtër kohor që përsërit të njëjtat shkelje dhe përbën rrezik për jetën e vet, njerëz se mund të merrte familjen vet në qafë, po ti kishte me vete, por dhe për shoqërinë. Kjo është si një minë lëvizse nëpër qytet. Pra, mungesa e reagimit të Agjencive të Zbatimit të Ligjit në kohën e dur, sepse e ke shkelës, nuk është njëri që ti e konstatove për herë të parë. Dhe s'kishe qa bëja se nuk e dije. Por një njëri që nga viti 2020, pastaj në vitin 2022, 2 herë të tjera,
ka përsërit të njëjtat shkelje dhe lejohet të lëvizi në qytet, ju e pa dhe makinën, nuk ishte makina edhe xhinshe. Ishte makinë goxhaje, ishte Benz Forestrat, ishte makinë shumë e mirë. Ç'pun bënte ky njeri vallë? Ky njeri, pra, shiko, vetëm me këtë që po të them që ky është i shkelsi rregull i ligjit. Dhe i mbijeton Gjithçka masave të ndërmarra, dhe ti e lejon deri në këtë moment, prandaj sot u gjet zgjidhja, shkarkojmë drejtorin e qarkut, shkarkojmë shefin e qarkullimit rrugor, se sa para bën, dëmi është bërë atje. Ti si kthen dot me ata dy fëmijë. Dhe këto shkelje që i ka bërë, ato duhet të ishin ndjekur në atë kohë, duhet të ishte proceduar në atë kohë, madje mund të ishte çuar dhe në gjykat. Sepse thash, kodi rigor po shikon heqjen e patentës nga 8 deri në 18 muaj. Ky është lejuar që ta përsërisë të gjë. Dhe duke qenë një recidivist, duke qenë një njeri që s'kishte frikë as inspektorin e policisë në lagje, as agjentin e policisë kriminale në lagje, që si duket krahët i ka patur të ngrota. Dhe kjo e ka bërë që ai të ketë gjithë papërgjegjshmëri dhe të shkojë të marrë përpara dhe të marrë që edhe pozicioni kur e shikoj në lagje habitem nga si ka shkuar makina me atë shpejtësi. Kemi dhe zotin Bregu në studion 2, që nuk do t'jetë vetëm për pjesën e dytë, nëse e keni ta prezantoj unë. Bregu, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Do të thuash në një gjë dhe për këtë problematikë, përveç tritolit që ka patur në biznesin e pronarit të mecenas Endrimexit, që do të jemi pas kësaj, fill pas kësaj. Pra, do të thuash në një gjë për këtë. Tani të kalojmë, vazhdojmë këtu. Atëre, beton? Te kjo pjesë. Po, atëherë, dhe gjogo ekziston një kulturë e komunikimit në rrugë, e cila e ka një prapavi, po themi, shtu sociopsikologjike të rrallë. Dhe ka të bëjmë me njeri në dorën e zemrë dhe me ligjin. Por, unë po mundohem me 4 rrethana, ose 4 arsye pse se si trajtojmë këto gjëra. E para, trotuari. Loja në trotuar tregon se kemi mungesë të vendit për lojë, mungesë të infrastrukturës dhe lagja kur ndërtohet e ka gjithmonë këtë rrezikun se fëmijët e kanë trotuarin vetëm vendin e vetëm të lojës. Që kjo është edhe mungesë e vëmendjes e prindërve, kur e dim se ka mungesë të ndërgjegjes të njerëzit, dhe natyrisht edhe shteti i cili nuk krijon kushte që fëmijët ta kenë hapësirën e vetë të lojës. E dyta është te toleranca